Universiteti Luiç Gurakuqi i Shkodrës dhe Universiteti i Mjekësisë në Tiranë kanë nënshkruar një marrëveshje të rëndësishme bashkëpunimi. Marrëveshja është nënshkruar në kryeqytet nga dy rektorët e respektiv, Tonin Xhuraj dhe Xheladin Draqini. Parashikohet një bashkëpunim në shumë fusha, por më i rëndësishmi është ai për udhëheqjen apo bashkëudhëheqjen e programit të tretë të studimeve doktoratur. Finalizuam sot në nënshkrimin e marrëveshjes zyrtare të bashkëpunimit në Universitetin e Mjekësisë Tiranë. Për ne është një marrëveshje jashtëzakonisht e rëndësishme, sepse lidhis shumë aspekteve që lidhen me shkëmbimet e stafit të shkëmbimit studentore apo bashkëpunim në fushën e projekteve. Ajo që është kryesi në këtë universitet me këtë marrëveshje është bashkëpunimi në ciklin e tretë të studimeve, në studimet e doktoratës, ku sipas marrëveshjes që ne nënshkruam do të kemi mundësinë të udhëheqjes dhe bashkëudhëheqjes së stafit tonë në Universitetin e Mjekësisë. Me mbështetjen e Universitetit të Mjekësisë dhe me garancinë që na dha rektori profesor Draqini, ne do të kemi mundësinë ta zgjerojmë edhe me një njësi tjetër, në mënyrë që në të ardhmen e afërt ne të mund të kemi fakultetin tonë të shkencave mjekësore teknike. Marrëveshja do të ketë një kohëzgjatje 4 vjeçare, me të drejtë zgjatje në heshtje ose me dëshirën e dy universiteteve nënshkruese të saj. Përmbytja e marrëveshjes është në vazhdin e transformimit të Universitetit Luiç Gurakuqi dhe zbatimit të projektit me të cilën rreth një vit më parë Tonin Xhuraj u zgjoll rektor.